ma thjeshta, ma pak se 5 herë nuk shkon. Mishte krejt janë dupla, çdo sen po është dupla. Ata kam pru qatë vendim, vjetin konë që ashtë të qështë ati, si vjetë unë. Këtë vetë, çmimi i zekatit dhe i vitrave nga 3 deri në 5 euro është rritur në 10 ose 15. Cila është arsyeja e rritjes së çmimeve? Jo, realisht çmimet variojnë prej 5 e tutje. Prandaj caktimi i çmimit të sadakatul fitrit varet fillimisht duhet kthehemi që ta kuptojmë në esencë tek ose në kohën e pejgamberit alayhis salam si ka qenë. Ajo është dhënë kryesisht nga ushqimi bazik që ka qenë në atë kohë. Është dhënë prej grurit, është dhënë prej hurmave, prej rushit thatë, prej djathit, e kështu me radhë. Dhe çmimet në atë kohë kanë qenë të ndryshme nga ajo që i kemi sot. Për shembull, gruri jepet gjysma sasi sa jepet djath, gjysma sasi sa jepet hurma, e kështu me radhë. Por nëse nalim këtash e shohim sigurisht se çmimi i grurit është shumë më i lirë se sa çmimi i hurmave. Për shembull, në hurma obligohet dikon afërsisht 4 kg hurme. Po ashtu thuhet edhe për rushin e thatë, për djathin e kështu me radhë, ndërsa për grur 2 kg. Mirë, po institucioni i ka parasysh gjitha çmimet edhe kryesisht në rastin e sadakave, në rastin e limoshave, mundohet që të ruajë sipas parimeve islame ruhet interesi i të varfërit. Edhe merret një mesatare, prandaj institucioni gjithherë e ka parasysh që të merr mesataren e këtyre ushqimeve dhe të obligoj agjeruesit që të ndajnë prej pasurisë së tyre këtë limosh. Prandaj kjo është lidhet krahasuar edhe me standardin në cilin jemi duke jetuar. Pra, domethënë ju pranoni se shkaku i ngritjes së çmimeve në vend është arsyeja edhe pse janë rritur çmimi i vitrave. Sigurisht, sepse standardi jo vetëm çmimet, po standardi është i rritur dhe pastaj njerëzit mbase standardit të tyre, gjithë institucioni ka dhënë më shumë se sa një standard, varësisht prej standardit që e ban agjeruesi. Në rast se agjeruesi ka një standard prej thjesht, e merr atë çmimin më të ulët, ndërsa standardet tjera janë për ata që gjatë Ramazanit kanë pas një standard tjetër të ushqimit edhe. Prandaj çmimet edhe sot variojnë ashtu dikun 5 euro një ushqim për ditor për një standard mesatar të Kosovës. Realisht qëllimi është sadakatul fitrin e japin ata të cilët nuk janë të kategorisë së varfër, jepet për ta. Muhamedi alayhis salam në hadith thot, sadakatul fitri është pastrim për agjeruesin dhe ushqim për të varfërin. Qëllimi i gjithë sadakës është që i varfëri mos të konsiderohet si dikush i lën anësh, por gjithherë lidhet agjerimi ose ibadeti, kryerja e tij në mënyrë të plotë, sa më e plotë jetë kryerja, aq sa më gjithëpërfshirëse të jetë këtë aspekt edhe ruajtja e interesit të varfërve është më i pranuar tek Zoti xhaleshanu. Prandaj të varfërit janë kategoria me të cilat synohet që të ruhet përmes sadakatul fitrit. Besoj çmimi nuk shkon duke u rritur pa kurfar norme. Çmimi është ruhet me mesataren e standardit sa besimtarët munden lehtë ta përballojnë këtë çmim. Jo, nuk shkon çmimi i sadakatul fitrit pa u analizuar çdo vit kështu me radhë. Prandaj është i analizuar mirë dhe nuk te kalon asnjëherë kapacitetin e besimtarit agjeruesit në këtë troje. Domethënë çmimet e sadakave caktohen nga Bashkia Islame në Kosovë, po? Patjetër. Faleminderit. Po, në shohim një reagim normal, sepse siç e dim gjithë shka ka shku lart, çmimet janë ngritje dhe me 5 euro është shumë lehtë me llogarit një shujt ma thjeshta, ma pak se 5 euro nuk shkon. Prandaj besoj që ata e kanë menduar mirë që duhet me arrit çmimin edhe besoj që është e arsyeshme edhe me vend. Shumë shpresoj që nuk do të rritet, domethënë ky minimumi do të jem, po ne që kemi mundësi dhe i argjesim 1 euro, 2 euro, fort nuk i këshyrim, duhet me mendu për ata që nuk kanë mundësi. Mendimi i Bashkisë Islame është i drejtë. E Bashkia Islame nuk ka fajin këto punë sa peshe që po qëtash domatet e senet që e kina marrë të për mishte krejt janë dupla. Çdo sen po është dupla. Spanasin e kina marrë për shembull 2 euro, tash e kena 3 e 4 për kemë.
e që aty e puna. E vitrat nuk ka që puna e ka shtrajtu, po dëmbarësia islame, po koha për lypë, zdo punë. Në ata kam pru qatë vendim, vjetë jenë konë që ashtë të qërë thati, si vjetë unë ka 5 i këmë pague, vjetë si vjetë ka 10 i këmë pagu. Edhe vojza, gjitha për rritën, veç rokat e penzijas për rritën, ato për rritën. Falem